rastin e prezent kemi edhe rastin e Jeshkovës, përkatësisht 11 marsit të natën Andës, ku rrëmbyen dhe është duken me forë shumë qytetarë, shumë për të cilëve ende figurojnë të zhdukur pas 27 viteve, në mesin e tyre përmenden pjesëtarë se familjarë të familjes Shala, Nureddin Shala, Imer Shala, Bajram Shala, Hilmi Shala, Liman Shala, Shahedin Shala, Musli Gashi, Recep Burduri, Besnik Kastrati, Femi Shala, Baldi Avde dhe Shëfsedin Shala, emra të cilët vazhdojnë të jetojnë në kujtesën e familje, po edhe të komunitetit. Masi po I përmend specifikisht emrat, po du me të pyet çka janë planet e juja për zhvarrosje të reja në Kosovë, brenda vendit. Pikërisht këto deshta me ndërlidh, sepse numri që u prezantua edhe gjatë dokumentarit, po flasim për më shumë se 207 persona që ende vazhdojnë të jetë e persona zhdukur. Këtë region, pra që është mbulun debati sot, pra Prizren, Soarek dhe qytetet ose edhe fshatrat e këtyre dy komunave, do të jetë pjesë e agjendës. Përkundër faktit, në asnjë rrethon përplotsu, po prokurori me drejt prezantoi aktivitetet gjatë këtyre viteve të fundit, megjithatë gjatë 27 viteve në këtë zonë, këtë region, ka më shumë se 294 operacione se aktivitete gërmus, që përfshin një numër të konsiderueshëm të lokacioneve, pra lirisht mund të themi se janë 294 lokacione, për cilave 142 kanë rezultuar me gjetje dhe zhvarrosje të mbetjeve mortore. Megjithatë, lokacionet kur po I shqyrtojmë në mënyrë specifike këto zonat e varrezave të qytetit, si në rastin e lagjës Tusës, gjithmonë besim pjesë e agjendës, pavarësisht të arritrave, kushtimisht po e përdor fjalën arritur ose rezultat, që kërkoj falje para gjithash familjarëve, pavarësisht të arritrave të drejtanishme, besim pjesë e agjendës. Për shkak të thash, kemi më shumë se 207 persona që vazhdojnë të jenë nisën e persona zhdukur, por edhe për shkak të sfidës me të cilët përballemi këtë proces që para gjithashtu ndërlidhet me mungesën e informacionit besueshëm. Dhe në rastin e varrezave të qytetit të mëdha, në rastin e lagjës Tusës, mungesa e informacionit sakt gjithmonë gërmimi ose vlerësimi këtë zonë është sfidues. Do të jetë pjesë e agjendës, besoj bashkë me kolegin Institutit Ministrisë Ligjore, sigurisht për përputhje me procedurat që do ndjekim, edhe me kolegin nga Drejtoria e Policisë për hetimin e krimeve të flutës, do të rikthehemi së shpejti në lagjën Tusës, dhe krahas gërmimeve që do t'i kemi në lagjën Tusës, pashmang shumë siç e prezantuam më gjatë komentarit, një prej lokacioneve që mbetet pjesë e agjendës dhe që lidhet potencialisht me ndriçimin e fatit dhe vendosjes të viktimave të luftës që ende vazhdojnë të jenë lisën e persona zhdukur nga kjo zonë mirëveçantë, nga masakrën Lëndoviz dhe masakrën familjen Berisha 26 marsit, mbetet lokacioni në Batanicë të Beogradit, që është pashmang shumë pjesë e agjendës, kuptimin e adresimit, pothuajse në gjitha takimet, edhe dialoguese, edhe grupe punuese, po takimeve në nivele më të larta në Bruxelles. Pra mbesin këto, them, dy raste specifike si pjesë e agjendës edhe për ditët të NBM, por gjithsesi me shumë kujdes dhe me shumë, them, përkushtim edhe gatishmëri të plotë për të adresuar çdo informat që mund të sigurohet. Çështja e personave zhdukur, edhe këto 27 vite, po në vazhdimsi do të vazhdojë të jetë çështje prioritare, jo vetëm për Komisionin Qytetar, por për institucionet e Republikës së Kosovës, për shoqërinë tonë, për pjekjen e vazhdueshme institucionale të respektimit një drejtë elementare të familjes dhe familjarëve siç është e drejta për ditë fatin dhe vendodhjen me të dashurët tanë që vazhdojnë të jenë nisën e personave zhdukur.